kena qenë 8 fëmijë, falë Zotit, 3 vëllezër, një vogël na kanë rrujet. 8 fëmijë, baba dhe nana, babave shikte punëtor, punonte në minjere, por kur s'kena pas gatres as gjan. 8 fëmijë në arrit, me buk e pa buk. Asherë s'mat me ta kundërshtohim prindin. As prindin as mësusin, u lavdi Zotit, do më thanë, mësusi ka qenë edukator. Edhe ta mendosh që atëre ka qenë shumë e vështirë për të kryer praktika fetare. Ka zënë vend fjala, po, e vërtet, ka qenë e vështirë praktika fetare dhe ju lutit i bënit? I banim shehura, myllshim një pengjere aty me një plasmasë, s'kishte shtëpie, jo si janë vilet sot, por prindit, do më thanë, babgjyshi i ndiri, baba i ndiri dhe nana, u lutshin gjoja dhe na rrishim urt, por as një fjallë na këshillohin se mos të regonit e shkolla, se po të regonet e shkolla merte, u ekshin nga puna, u ekzekutohin, u jepshin emnin kolak, gjithë shka u bate, por gjithmonë që në fëmiri, kena lutë festen, pashket, krishlinjen, shënkollin. Edhe pse nuk lejoheshin të... Gjithmonë fshehurat si. Sigurisht kështu edhe familjet e tjera të fshatit, apo jo edhe... vezët e kupton. I bëshin disa rituale të cilat nuk... Edhe si shënë në parti punës, ne të puna, ditën e pakëve në bëshin aksion, partia punës, ai sistem. Është vërtet, e mbajmë ndonjë. Kishe gjamia, dhe më thënë, në 67-ën, që në mirë ditë gjithë venit shqiptar janë myllë kishe gjamia, do jap një djeshmi të babs, edhe na ka dhanë, edhe na kanë dhanë, do më thënë e krasi djeshmi, edhe ja kena kujtu edhe mas vdekjes, që baba jem ka dalë në 12 natës nga minirja, krishlinën e 67 se o myllë kisha, edhe i ka rakë mons kishës para shpisë. Këmonën e kishës e ka dyn vetë, po dhe fuqia, e Zotit në gjitha, por edhe ati e ka marrë këmonën e kishës, se kjo din këmonën e kishës, edhe e ka trokit edhe e ka trokit një disë poplit në 12 natës, natën e krishtit, që 12 natës në gjithmonë... Sepse me gudzim, a? Me gudzim, ishte myllë, a i vitë që ishte myllë. Ishte mbyllur kisha në komori këmpanën dhe vjen nga minjere dhe aty, edhe e prenjekin babën të ndirin, e akuzojnë, asiherë nuk prenoj, nuk e prenoj, jam kuptën se... Nuk e prenoj se do të hitë në burg, do të jetë e fmit, ishin 5.000 herë, më në të rekelin mrapa, edhe gjithësësi më nëj e thjerë sekretari i parë. Kjo ishte e keqja e komunizmit e sistemit. Sekretari i parë i partisë, nuk i maj me ndëtemni në Rëshen, edhe thot të kanë akuzuar në ishte burë shumë dhe parë, e me të gote drejtin, e ke vendas. Gjithë ku i tha jo, edhe sekretari i parë i ka thënë vetë baba, po, e kam bakit veprim. Edhe i ka këtë ngu dorën, i ka thënë hikë më punë, se së thot ku i gjama. Oke, pas ka shpëtuar. Këmbanë ku e qoj më pas? Aty prapë në vend të shkolla, ishte shkolla fillore, aty ishte kisha, në kodës pash, për bile e ka zarë një fshatari jonë që jeton atje, e ka zarë edhe në televizor, Zef Nuzef, e përknes shumë, në që se në ndjekë në ndigjon, sa fshatari afër shtëpisë time aty ku kam linon, edhe ka qenë shile aty ku prish kisha u myllu, bo shkollë. Vazhdon tjetë edhe sot shkolla, apo jo? Ja, janë për gjithë shkatë, edhe fshatar, se të mbukat je. Thash të kishte mbetur, dhe ta mbyllim. Dy fjalë do thoja që mesazhi i fundit, për shkak të heqjes së besimit gjatë kohës komunizmit, brezi dhe më thënë ka shkuar më largë nga Zoti, dhe brezat e ri që po flistim ne kanë shkuar dhe akoma më largë. Edhe më largë. Dhe është detyra jonë për t'i afruar tek Zoti, duke ndarë fjalën e Perëndis, dhe jo thjesht duke bërë një agjërim fetar, por duke i afruar me fjalën e Zotit, me qëllim që ata të shpëtojnë nga e keqja. Nga veset që i karakterizon të rinjtë e sotëm. Zoti mbi zotrof.